ku po shkon inteligjenca artificiale? Unë mendoj që po arrin maksimumin, po arrin limitin. Ajo që po e shikojmë, domethënë pikën më madhore që ka arritur që ka krijuar robotët humanoid. Domethënë robotët prototip njeri, të cilët në rast parë janë shumë të shtrenjtë, domethënë, dhe e dyta që janë sisteme humanoide të cilët imitojnë njeriu. Nuk mund ta themi aktualisht që është identik me njeriu sepse nuk është aq organike, por që të kesh për shembull pikërisht për ne na kujtohet ai lajmi para një viti apo dy vjetësh që u krijuar roboti Ameka goxha i famshëm, që aktualisht ishte edhe interaktive me një fëmijë. E kishin nxjerrë në një ekspozit, domethënë në një showroom, dhe e shikojmë pikërisht pra që ky roboti Hameka, domethënë humanoidi Hameka bënte edhe gjestura në fytyrë. Disa të tjerë thonë po si ka mundësi? A mund t'i intersektohet apo mund t'i instalohet empatia në një sistem robotik? Pra është diçka shumë interesante. Ky sistem robotik po ta shikoshim pikërisht pra nga showroomi që e kishin nxjerrë domethënë atëherë kur u prodhu, ky sistem robotik humanoid shumë origjinal i ngjashëm me një njeri, krijonte dhe bënte edhe gjestura në fytyrë, një buzëqeshje apo lëvizje mimikash, blinkime të syve, që duket diçka shumë interesante.